Brain drain. Një në çdo emision e kena në si temë tani, apo ikja e trurit. Sa mendoni se kontribojni në parandalimin e kësaj? Do me thënë, problemi i brain drainit nuk është vetëm në vendin tonë, është në të gjithë vendet e rajonit, sepse të gjithë të rinj, por edhe profesionistët kërkojnë mundësi për të zhvilluar edhe për të punuar në vendet të punës që janë më atraktive dhe më fitimprurse. Ajo që bëjmë ne te shkolla digjitale, pra jemi duke zhvilluar një gjenerat të re të profesionistëve, pra të informatikanëve, programerëve, do thotë që janë të aftë të zhvillojnë aplikacione, të zhvillojnë pra programe të ndryshme, edhe tani përpërësia e kësaj fushë është sepse ti si programer mund të punosh nga cili lokacion të duash. Do me thënë, ajo që ndihmojmë neve do thotë është që krijojmë një gjenerat që do të mund të punojë nga zyra këtu në, të themi në Tetov, në Shkupe dhe kështu me radhë, dhe nuk ka nevojë të vendoset dikundi tjetër në shtetet evropiane. Pra ne do të ndihmojmë që të mbese persona që janë, do me thënë, profesionistë të fushës të punojnë nga Maqedonia, nga Tetova, nga Shkupi, por të punojnë për klientë që janë të jashtëm dhe në atë do kontribojmë që mos të largohen prej këtu, gjithsesi të kontribojnë edhe në duke punuar edhe në projekte lokale, në zhvillimin e projekteve brenda vendit tonë edhe kështu me radhë, ndarjen e aftësive të tyre edhe kështu me radhë. Ajo që bëjmë ne për shembull shumicën e nxënësve tonë që janë nxënës të dalluar në shkollën digjitale, do me thënë investojmë në aftësitë e tyre, edhe disa prej atyre për shembull i angazhojmë në projekte reale që marrin pjesë, do me thënë, në gara të ndryshme, marrin pjesë në projekte që i zhvillojmë bashkë me klientët tonë, në mënyrë që të krijojnë një eksperiencë dhe të shohin se edhe prej këtu te ne mund të punohet dhe mund të ketë sukses.